Ditë më parë, drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri, Klodian Braho, gjatë qëndrimit në Kosovë nënshkroi edhe një marrëveshje me prokurorinë speciale këtu. Siç u tha nga ky institucion, SPAK dhe PSRK nënshkruan një marrëveshje për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore, por që nuk u dhan detaje se për çka bëhet fjalë konkretisht. Ky institucion as pas insistimit të televizionit nuk ka dhënë detaje për këtë marrëveshje. Nuk mund të ofrojmë detaje rreth marrëveshjes së fundit, por prokuroria speciale ju konfirmon se ka pasur dhe vazhdon të ketë bashkëpunim të vazhdueshëm me SPAK. Të dy kryeprokurorët në takimin e fundit kanë rikonfirmuar angazhimin për thellimin e bashkëpunimit dhe avancimin e mëtejshëm të koordinimit ndërinstitucional. Televizioni ka pyetur edhe SPAK-un për marrëveshjen, por ata nuk kthyen përgjigje. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se do duhej të ishte transparente një marrëveshje e tillë, por që në fund ato ndihmojnë të dyja sistemet. Unë besoj që në parem është dhe duhet mirëpritur çfarë do lloj bashkëpunimi që Prokuroria Speciale e Kosovës ose autoritetet e Kosovës i realizojnë këtë lloj marrëveshje me autoritetet e tjera, qoftë në Shqipëri, qoftë në rajon ose në Evropë, po kryesisht besoj që këtë lloj marrëveshje shërbejnë për shkëmbimin e informatave, shkëmbimin e përvojave, ekspertizave të ndryshme. Tutje Bugaçku thotë se SPAK mund të ndihmojë PSRK në ekspertiza për hetimin e korrupsionit të nivelit të lartë. Në Shqipëri duket që ata kanë një farë lloj ekspertize ose të paktën duket që është një farë lloj ekspertize më e madhe në ndjekjen e rasteve të veprave penale të korrupsionit, për shkak se ata e dini që kohëve të fundit kanë arrestuar, kanë ndjekur dhe kanë në proces gjyqësor një numër të madh të politikanëve të profilit të lartë, dhe unë besoj që mënyra e hetimit që ata kanë zhvilluar atje do t'i shërbejë shumë autoriteteve kosovare dhe kjo lloj metodologjia që ata kanë ndjekur në zbulimin e veprave kundër korrupsionit. Prokuroria Speciale e Kosovës aktualisht ka 4 departamente, ai hetimit të krimeve të luftës, krimit të organizuar, terrorizmit dhe hetimit të korrupsionit dhe krimit financiar.